të ta izolojnë edhe më shumë në sanksione. Të shohim, do lidhëm me Zotin Blakaj pas të Zotin Muja. Zotin Blakaj, e dëgjuat nëse patet mundësi pra të dëgjonit edhe kryeministrin se çfarë deklaroi. Si e shihni si hap pra pas parasysh edhe ato qëndrimit të Bashkimit Evropian, por edhe të komandës së KFOR-it në Kosovë? Ajo që duhet të ndodhë është që duhet të hapet ura Mitrovicës dhe duhet të ndërtohen aq shumë ura sa ka nevojë për qytetarët e të dy anëve të Ibrit. Është i papranueshëm diskursi që vën në dyshim përpjekjet e shtetit të Kosovës dhe qeverisë që ta bashkojë qytetin. Kosovës nuk ka pse i intereson qëndrimi, si themi, i vazhdueshëm dhe hipoteza e vazhdueshme që atë urë do ta përdorin shqiptarët për të sulmuar komunitetin serb. Ibri nuk është një lum i pakalueshëm dhe për 25 vite pas çlirimit të Kosovës nga ana e shqiptarëve nuk është kaluar Ibri në asnjë formë ose moment për të sulmuar qytetarët serb në veri. Ka ndodhur e kundërta, domethënë jemi vetë dëshmitar të ngjarjeve që janë deportuar mbi 15.000 ose sipas një vlerësimi më të saktë rreth 17.000 qytetarë nga pjesa veriore e Mitrovicës. Ato gabime të kaluara të politikës ne duhet tashmë t'i ndreqim, sidomos duhet të punohet për bashkimin e qytetit, jo vetëm për bashkimin fizik të qytetit, por duhet të punohet edhe në atë projektin e famshëm të decentralizimit i cili e ka formuar Mitrovicën veriore si eksperimental. Kam një pyetje, Zoti Blakaj, nëse më dëgjon. Pra sepse çështja është, nuk e konteston askush pra çështjen për të integruar edhe pjesën e veriut edhe pjesën e jugut, nëse mund ta quaj sepse jugu veç e ka stabilitetin e vetë, pra problemi është andej mirë, po jemi në një situatë pra kur Kosova ndodhet në sanksione, i ka disa telashe me partnerët ndërkombëtar, dhe të njëjtit partnerët ndërkombëtar ja tërheqin vërejtjen për mosveprime të njëanshme. Situatat e tilla a i bëjnë më shumë dëm Kosovës apo favor Kosovës? Ajo që i bën Kosovës dëm të vazhdueshëm është situata në teren. Në qoftë se shqiptarët nuk arrin ta ndërtojnë, ta bashkojnë qytetin, ajo do të jetë burim tensionesh edhe për gjeneratat e ardhshme. Prandaj, ashtu sikur në momente delikate përkundër këshillave të gjithë bashkisë ndërkombëtare të asaj kohe ka filluar lufta ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe tani ka ardhur koha që qyteti të bashkohet. Dhe nuk kemi pse presim, domethënë, që të vinë diplomat të huaj dhe të na bashkojnë qytetin e Mitrovicës. E para është që qytetarët e të dy anëve tashmë po ngrisin pyetjen, por edhe banorët e tjerë të Kosovës, pse nuk lëshohet ura, kur është stabilizuar në masë të madhe liria në veri, kur